Kur themi Machiavel, çfarë na vjen ndërmend? Po, me siguri cinizmi e famshëm i princit, por a e dinit se një tjetër vepër e tij, Arti i luftës, nuk ishte thjesht një teori? Jo, as pak. Ishte një plan beteje, një thirrje dëshpërimi për të shpëtuar Italinë nga një problem shumë i gjatë, lufta e pafundme. Dhe pikërisht këtu fillon gjithçka. Pyetja që mundonte Machiavellin, dhe në fakt gjithë Italinë asaj kohe, ishte kjo. Pse dreqin luftrat tona zgjasin pafundësisht? Pse betejat zvarriten me vite, duke kthyer gjithë vendin në një kaos të përhershëm? Përgjigja ishte sa e thjesht, aq edhe trondice. Shkaku nuk ishin armët, as strategjit, as mbretërit. Problemi ishin vetë njerëzit që luftonin, ose më sakt, mënyra se si ata paguheshin për të luftuar. Që ta kuptojmë pse zgjidhja e Machiavellit ishte kaq geniale, duhet të zhyremi pak në ato ferrin që ishte Italia e shekullit 15 dhe 16. Bëuni gati, sepse ishte një rrëmuj e vërtet. Imagjinoni pak situatën. Nga fundi i viteve 1490 deri në mesin e viteve 1550, Italia ishte thjesht një fushë beteje gjigante për superfuqitë e Evropës. Franca, Spanja, perandoria shenjtromake, të gjithë vinin këtu për të luftuar. Aleancat ndryshonin brenda natës. Nuk ishte një luftë vetme, por një seri luftrash të pafundme, të stërzgjatura që e shtëruan vendin. Po, kush luftonte në këto beteja? Jo qytetarët e thjesht. Jo, ishin këta zotërinjt këtu. Kondotjerit. Këta ishin, le të themi, CEO të luftës, kontraktor ushtarak privat që shisnin ushtritë e tyre kujdo që ofronte më shumë. Dhe këtu pikërisht këtu qëndronte problemi. Pse një biznesmen do të donte të jepte fund luftës shpejt? Fundi i luftës do të thoshte fundi i kontratës. Paqja ishte thjesht biznes i keq. Një luftë e gjatë, ajo po, ishte fitimprurse. Dhe ishte pikërisht ky model biznesi vdekjepryrës që u vu në lupën e një prej mendjeve më të mprehta të Firencës, Niccolò Machiavelli. E shihni, Machiavelli nuk ishte ndonjë akademik i mbyllur në bibliotek. Si diplomati i Republikës së Firencës, ai ishte në vijën e parë të zjarrit, si politik ashtu edhe ushtarak. Ai pa me sytë e tij se si këto ushtrime pagesë ishin krejtësisht të pabesueshme, të paefektshme dhe tmellësisht të shtrenjta. Pra, Machiavelli e përmblodhi problemin shumë qartë. Mercenerët ishin një grop e zezë financiare. Besnikëria e tyre ndronte sipas ofertës më të lartë dhe mbi të gjitha ata i shmangeshin si djalli i Temjanit betejës vendimtare. Shembulli më i hidhur për të ishte rrethimi i Pizës, një përpjekje stërzgjatur, poshtruese dhe jashtëzakonisht e kushtueshme për Firencën, që thjesht nuk baronte kurrë. Dhe kjo na sjell në zemër të analizës së Machiavellit. Ai pa një kontrast të thellë midis dy modeleve krejtësisht të ndryshme. Nga njëra anë, ke ushtrinë mercenare, ku lufta është thjesht një biznes. Nga ana tjetër, ke ushtrinë qytetare, ku lufta është një detyrë, një akt mbrojtje për shtëpinë, familjen dhe lirinë. Dallimi nuk ishte thjesht taktik, ishte moral. Okej, pra problemi ishte i qartë, për cila ishte zgjidhja? Përballë këtij problemi kaq modern, Machiavelli bëri diçka radikale. Ai ktheu kokën pas, shumë pas në kohë, drejt lavdisë së Romës së lashtë. Dhe ironia është se ishte dështimi i tij politik që i dha mundësinë të gjente zgjidhjen. Pasi familja Medici u kthye në pushtet, Machiavelli u arrestua, u torturua dhe u internua në vilën e tij. Në atë vetmi të detyruar, i rrethuar nga librat, ai u zhyt në pasionin e tij të madh, historinë romake, dhe aty, mes rrëfimeve për legionet e lashta, ai gjeti shpëtimin për Firencën e tij. Po pse pikërisht Roma? Çfarë kishin kaq të veçantë legionet romake? Ato ishin shumë më tepër se një ushtri. Ato ishin vetë pasqyra e shoqërisë. Të shërbejë një legion nuk të bënte thjesht një ushtar të mirë, të bënte një qytetar më të mirë, më të disiplinuar, më të përkushtuar ndaj shtetit. Me pak fjalë, ushtria dhe shteti e forconin njëri tjetrin në një cikël të pandalshëm. Dhe e gjithë kjo ideologji u derdh në librin e tij Arti i luftës, i cili në thelb ishte një manual i detajuar për të krijuar një ushtri moderne romake pikërisht aty, në zemër të rilindjes italiane. Dhe mënyra si e shkroi është thjesht geniale. Ky nuk është një manual i thatë dhe i mërzitshëm. Jo. Është strukturuar si një dialog i gjallë, pothuajse si një pjesë teatri. Personazhi kryesor, një kondottiero i vjetër dhe i mençur me emrin Fabrizio Colonna, bëhet zëdhënësi i vet Machiavellit, duke shpalosur idetë e tij revolucionare përpara një grupi fisnikësh të rinj fiorentin. Dhe shikoni pak sa i detajuar ishte. Libri ndahet në 7 pjesë, duke mbuluar absolutisht çdo aspekt të luftës.
Fillo me cilësinë më të rëndësishme, atë të generalit, atë që ai e quan virtu, një përzierje guzimi, aftësie dhe dinakrie. Më pas zbret në detaje të pabesueshme, si duan rrështuar trupat, si menaxhohet logjistika, si mbahet morali, e deri te mënyrat se si duhet ngritur kambin. Ishte një plan i plot nga A-ja te Z-ja. Por nëse do duhet të zgjidhnim vetëm një ide qendrore nga i gjithë libri, do të ishte kjo. Ndryshe nga mercenarët, të cilët i shmangeshin betejës, i gjithë sistemi Machiavellit ishte ndërtuar rreth një qëllimi të vetëm, gati obsesiv, arritja e betejës vendimtare. Një përplasje shpejt, totale, që do të jepte fund luftës një herë mirë. Dhe për ta ilustruar këtë, ai krijon një skenë të mrekullueshme, një betejë imagjinare. Nga njëra anë, vendos një ushtri të organizuar, të disiplinuar, që lëviz si një trup i vetëm sipas parimeve romake. Përballë saj, një turm kaotike mercenarësh, pa rregulla, pa disiplinë. Përplasja, siç e përshkruan ai, as nuk është betejë, është thjesht një masakër e parashikueshme, ku rendi dhe disiplina triumfojnë pamëdyshje mbi kaosin. Së fundi, le të shohim se si këto ide, të lindura nga dëshpërimi i Italisë së rilindjes, hodhën një hije të gjatë që ndihet edhe sot e kësaj dite. Teza përfundimtare e Machiavellit është po aq e fuqishme sa është e thjeshtë. Një ushtri e mirë është themeli i një shteti të mirë. Për të, fuqia ushtarake dhe stabiliteti politik ishin thjesht dy anët e së njëjtës medalje. Sepse, në fundit, ligjet dhe institucionet më të mira në botë nuk vlen asgjë nëse nuk ke forcën për t'i mbrojtur. Dhe kjo na sjell në kohën tonë. Idetë e Machiavellit për ushtarin qytetar janë 500 vjet të vjetra, por pyetja që ato ngren është jashtëzakonisht aktuale. Në një epokë dronësh, luftrash kibernetike dhe ushtri shtërësisht profesioniste, çfarë roli ka qytetari zakonshëm në mbrojtjen e vendit? A ka ende një lidhje midis të qenit qytetar dhe detyrës për të mbrojtur kombin? Kjo është pyetja e madhe që Machiavelli na lasi trashëgim dhe përgjigja, ajo ende po shkruhet.